Po faliminderës me shumë faliminderës hoxhallarëve tonë pleç që i kina pasën, pa marrë parasysh se sa ilëm kanë pasë dhe sa dituni, na i kanë rujë qëtë mihrab. A që shto vlezër? Na i kanë rujë qëtë mihrab. Sot po bëjmë muhabet me nanën teme, kam një nanë plak 80 vjetë. Edhe u bo muhabet apëton në kohën e sajna sa hoxhallarë ka pasën fshati i sajna. Edhe anisi me i përmen, tha që ka që hoxhallari ka pasën, e ndërta i shkon një molla Alia, edhe po ka dhënë, thot, kër e ka morë vazifën, 40 vjetë, i pas ka bon devam gjamiës, nuk i pas ka përcije asë një sabah, 40 vjetë. O vlezër, që qëni qfar hoxhe, qfar alimi, 40 vjetë, me priashtim, një natë, aj efendia, që aj molla Alia, një natë, pas ka vendosë me shku me vizitu motrën e vete, edhe qatë natë, kur shkon me vizitu e motrën e vete, atje bjen shumë shi. Edhe kur bjen shumë shi, ato qohën natën edhe qëta e bojnë panik, u zbunë, thojnë, o, që nëpse na mur reka, po nuk i ka thonë na mur reka, po na mur smirajka. Në me ki smirajk, shka i vjen? Një reke cila ka përcen në për fshatin Smir, e masënej mas fshatit Smir, ka përcen në fshatin Pozharan. E ato Pozharan lita gjesh ka në konën, ka thonë, që nëse na mur kjo reka, shka po vjen prej Smirës. A ki vet i Smirës, gjënoj. Thot, haj, subhanallah, pali shka pas ka bo motra ime, se ka shku me vizitu motrën e vete. Ama mu qutash, edhe me hi haqet të dhondri, me thonë, habe, shka të bo një motra ime, gjënohi, s'ka gudzov, se jabangjia, për këton, musafir, të dhondri. Edhe i ka dalë gjumi, edhe ma të erin sabah, ma asë gjuma, se nësë kur gjumë. Kur në sabah, për këton, o vla, o qova, a flete, thot, jo, bare, qfar gjumi, qfar bakraci, gjithë natën ju, banë potera, për këton atje, edhe thanë, na ka morë në smiraj, ka thash pali shka ke bon ti, qëtaj na pas ka zonë berlaje. Jo, vla, thot, musuban marak, dhe ka ra shi e rekës toni, thëjnë smiraj, në mën tonë. Qka po du me përmen një sen? Dhe thot, kjalim, i cili akon ka bo hizmet njonin prej katuneve tona, të cilat dhe thot i kina pas në Kosovë ose këtu në Macedoni, 40 vjetë hizmet gjamiës, edhe mos me mungu nas një sabah. Këta, unë e për vete së në bajnë. Edhe shumë kolegë të mi, a këtonë shka ina 3 së në bajna. Ata e kanë bon dhe thotë këto pleq. E sa hoxhallar na i kemi pas këto, me emën. Me emën të cilët spaku mihrabin na i kanë rujt. Spaku e zonin na i kanë rujt. Spaku talkinin edhe qefinin na i kanë rujt. Spaku kër kanë vërosën, i kanë vëros ka kibla, nuk ka më nevoj kush me i drejtu dhe thot atë vorre. Edhe shumë gjana tjera të cilat na i kanë rujtë na pëjton emnat tonë, se me na vetë gjeneratën teme, këti kina emnat e muslimanve. Ama na, gjenerata e re, as emnat s'kina mujtë mi avrujtën dhe thot kujna fëmive tonë. Ty në gjitë do thot të li shfar emni, nuk e merë vesh a muslimana, shka nuk ashtë. Dush me vetë po mirë beti, shka je, thot po musliman jam. E masëne henez e merë vesh, pse? Se s'kina mujtë mi u thonë kadal, se do një bile emnat mirujt. E masëne edhe shumë disa probleme tjera të cilat dhe thot nuk po mujna me i rujtën për shka? Për shkak dopcijës tonë, të cilën dhe thot e kemi jo pi ilmit, se ndoshta me ilm, në mesin e hoxhallarëve të ri, ka vëllezër të cilët janë në rang me ulemat e botës arabe. Dhe thot ka pi vllaznive tonë, të cilët janë qetë shkup, kur ti këshirsh me ilm, dhe thot janë në rang me hoxhallarët e arabe. Por çka me atë gajlin edhe atë dertin edhe atë hemmin, i thojnë arab që çka e ka pas atë dertin për din, nuk e kemi të atin vazhëllarve të moqëm, të cilët janë kanë, inshallah Allahu dhul xhelal i ka shpërbly.